Ka pje dhe të kalu. Më rregull? Supermani. Jo, Liesi, kush qa ke... Jo, veç kam prek, kam fut. Po. Shumë i shishëm, me si lang mollë, si brava mollë, sa shpëm. Po Superman, po ku je bu? Del qëndajna më vëlla. Jo, këti. Jo, vallaj qëndajna. Vallaj, qëndajna. Nëse del po mjaf si skifter, tamam. Jo, del koka si më shofim edhe janë më të ndjeshme, më të relaksuar dhe më komod. Jo me gjona kështu okej. Me koda, më shofin very good. Çfarë do na thosh në gjë të bukur tani për sa i përket jetës dhe vazhdimësisë jetës, për ta pa me një A di që bona atë intervistën me atë vajzën dola shumë mirë. Fola pak shpejt nga emocionet, po ajo ala me pjeshka jo. Bravo. Do e kisha hangër si akullore. Është alamet pjeshke që do e hati si akullore. Pjeshke me akullore domethënë. Ha pjeshke me akullore. Duke filluar nga gishtat e këmbëve deri te pjesa e fytyrës, duke lëpirë. Domethënë truni jot që ta shpjegojmë edhe për njerëzit, a funksionon ndryshe, ka ndonjë gjë tjetër në botën tënde të mbrëmshme? Absolutisht. Se e jashtme është ajo që ndoshta ty s'të përket ose me momente ndryshme, herë të përket, herë jo, është me fraksione. Në momenti që të përket, sa zgjat ajo? Absolutisht. Që unë kam disa impulse nervore, me dhuntit e mia veçanta dhe aftësitë e mia që kam me rolin tëm të famshëm, po, është e vërtet kjo. Që i kam pak si të veçanta. Po, sa zgjat ajo për shembull? Ti e lidh aty dhe jo? Janë me lohatja, simas situatës edhe vendit ku ndodhem. Po. Tani ti funksionon më shumë me të brendshmën tënde apo edhe me të jashtmen? Ti bashkëvepron me të jashtmen? Ma shumë funksionoj me të brendshmën, sepse kur aktivizohet e brendshmja, e jashtja arrihet ma kollaj qëllimi i jashtëm, dhe janë si thush gjësire reciproke, ma përshtash për mendimin tënd. E brendshme jote lidhet më shumë me të jashtmen e tjetrit apo me të brendshmen e tjetrit? Pra si e bën lidhet më shumë. Mundohem me ju lidh me të brendshmen. Kur kam një femër, sidomos femra që është gjenie e veçantë. Shefja shkon, nuk e ka më shumë si 10 sekonda, shkëputjen edhe hop kthehet direkt në bazë. Sakt. Sidomos femra që ka bëjë shumë me misionin tonë si Superman, si superhero i popullit. Sidomos femra që është krijesë e mrekullueshme e veçantë, asaj mundohem me ja lidh me të brendshmen, se nëse e aktivizoj të brendshmen, i arrit qëllimit edhe të jashtmes. Për shembull, po ju futa deri në zemër, pastaj vazhdoj deri te kontakti. Pastaj e lidh direkt me zemrën. Pastaj vazhdoj deri te kontakti intim, që është plotësimi më i plot që mund të ndjehet ndërmjet partnerëve. Sa vështirësi has ti që të kuptojnë të tjerët? Që t'ja arrijë qëllimit? Jo, çon si kam përgjithësi. Po varet simas kapacitetit edhe karakterit shpirtëror. Po nëse has vështirësi ti mundohesh të arrish të kuptohesh tek tjetri? Normal, me ato aftësitë e mia dhe metodat e mia në baza supreme. Ti has më shumë vështirësi që të kuptojnë tjerët? Në baza supreme kam. Për të tjerët. Në baza supreme kam këto, jo bashkë me aftësitë e mia që i kam. Si supernjeri, si superhero. Ti sa përqind ditës i përdor to baza supreme tuaj si Superman, aftësitë e veçanta që ke? Sa përqind? Nga 24 orë që ka dita, sa orë ditës i përdor ti ato aftësitë tuaja të veçanta, që si kanë njerëzit e zakonshëm? Varet. Shkon deri te 80-100% maksimumi. 80% deri 100%. Ka raste kur kam pas shumë aksione, vështira që bjen bateria, energjia dhe duhet që të rikarikohem. A ka një dytë si ti? Futem dhe fshihem që mos shifem nga njerëzit dhe pastaj shfaqem kur t'jet koha e saktë. Vërtet është ti nga ky moment sa mbaroi intervista, se shef mos Supermanin. Yes sir, it's all right, very good. It's all right. All right. Yes, it's all right forever. Ja, këtu kemi edhe një forever. Një dobi tjetër mbi këtë intervistë utilitare që i shërben njerëzve për kuriozitet, por mësojnë edhe anglishtën apo jo? Nëpërmjet tyre frazave. Normal, duke pa edhe video porno erotike, mësohet më shumë, ka më shumë se ka fjalë këto video zakonisht ka më shumë ndikim emocionesh pozitive dhe ndikim. Po. A ka një dytë si ti? Ta bëj pak më parë si pyetje. Në çfarë vendi? Në Shqipëri. Jo, i vetmi që e kam marrë përsipër këtë rol dhe e zbatoj në mënyrë perfekte, jam vetëm unë në këtë dynja kalimtare. Edhe në gjithë dynjan, në gjithë botën, jo vetëm Shqipërinë, në gjithë botën Jo, për në gjithë botën ka në gjithë botën tjerë, por për në Shqipëri unë përfaqësoj shtetin shqiptar, veçanti rrethën e Tropojës që kam vendodhen time caktuar. Po si mendozi do të jetë bota nesër nëse
Nëse bota, ky është Supermani, të prezantoj me Supermanin e Shqipërisë, është i vetmi në Shqipëri që fal këtij, po ne po frymojmë akoma në të botë. Supermani është ai lart. Po bëni video të për TikTok. Jo, mos ta bëni video kështu tani se jemi. Po jo mos jemi marka tani, ja, një sekond, ta japi mesazh. Ke pyetje për Supermanin? Supermani është ai lart. Me Lorën, me Zukrishin, me Muhamedin, me Pristin, me Hoxhën, baba unë do shpëtoj inshallah fëmia jot. Sa las po kuptoj jo. Jo, unë kam kuptuar ti, ma vendi. Fëmia jot ti çfarë shpëto? Jo, në rregull. Ti Allah nuk Video për TikTok. ti do Allah. Jo, po hiqe. Unë kam. Hiqe më merresh atë telefon. Faleminderit që Hiqe më bërë telefonin, po ik tash ik. Ishte telefonin, bro. Ka përthuj zoti inshallah që i qetë, vetëm durim se ka përthuj. Kishe se po të erdha ma aty. Ka hy ai. 3 orë burë, ik, thuj. Ai nuk ishte. Pastaj mrapa. Pastaj. Ishin bas. Bram djanë më shpirë. Vërtet, e kena Me thënë. ka malli tatë për shpirë. Faleminderit. Edhe je ndërum, edhe unë Ja sa ta marroj me Ai këtë. ndërum. Fëmijët kaq. Je ndërum, edhe unë besimtar musliman jam, edhe unë. Jo musliman, Po. nuk ka musliman kristian indian. Një është, njeriu. takojmë pastaj, Ata janë loja. Musliman, kristian, indian janë lojat. E gjithë është politike edhe kjo? Ati. Po zotnia kush është? Kjo është një shok i ngushtë. Kryj zoti kjo është. Respekte. Rriqi do të se flasu, s'ka nevojë. Rriqi. Ja, Del që të kati, ose del që ndër aty. Jo mund. Prit që më ka vjellu me ty qytetar. Prit që kena me shku dej diku. Për Supermanin, po thotë që jam i vetmi dhe A ke shku kazinoën e herë? Prit ta kapin. Rriqi aty ty, s'ka nevojë, se do shkojmë atje mbrapa. Tani ideja është që tani duam gjemi Superman tjetër se do ta trashëgoj gjithë misionin e vet, domethënë edhe s'po bindet se ku t'ja japi si mision. Si detyrë, Si detyrë. Po, nëse ky e lën domethënë misionin e vet i bie që shembet e gjithë bota, Po. Me bota normal. Po. Normalisht kush mendon ty? Ti ke emër vetë apo ta pyesim zotërinë? E, Kush mendon ko. që mund ta zëjë vendin e tij domethënë? Ti je vetëm me Dirama. Edi Rama. Edi Rama. Ja ke propozuar? Edi Rama s'ja lam me raste kur kam të rreziu nëse kam punë për shembull. Superman para. Po, ja lam atij. Superman. Po. Kur kam kohë me Ramon. E ka marrë ai si detyrë? Sa herë ka marrë? Ajo ka marrë ai sa i takon atina me marr. Po. Kurse unë normal se aftësitë E ke mia provu, janë e ke provu ti atë për shkak, e ke futur në provë? aftësitë mia janë super fuqi njerëzore, Ai s'po nuk ka fjalë, po e kuptova domethënë metodën, skemën ku deshte si në përgjithësi, po, metodën, po. Po. Kuptuam përgjithësi Po, qëllimin, po. në rregull. Në rregull, puna është që ai ke vënë provë ti Edi Ramën me ato aftësitë e vet ai që i përgjigjen aftësive tuaja për të shërbyer në të misionin që ti ke bërë prej vitesh që Si ishte edhe herë pyetja? Si ishte isha të pa një p***na. Isha të pa një femër të bukur. Po, fol. mjaft tash bëjmë japim mesazh si duhet se është nuk është. Ja, po kur kalojnë femrat më aktivizohet shumë Ne për impulset. ne shohim ti ke pyet, mos shohim ti ku ty të Po aktivizohen impulset tjera. pak kam super Ai ke provuar nga që ti- kam super fuqi edhe pak emocione, domethënë bëhen super kontakt, super impulse. Vazhdo edhe herë. po. Tani pyetja është, që ishe pyetja më. O regjia, ma kalo dhe herë ty ke provë ty atë pyetjen. Pyetja është, a i ke provu në herë ti Edi Ramën që t'i japësh një mision, le të themi bazik të thjesht, që ta vesh në provë, a i kryen ai atë detyrën që ti e ke dhënë për të qenë në linjën e asaj Ai si ka ka marrë- nis misionin ai tënd ka për të fillu- qenë si Superman? E kuptoj, ka filluar të më gjasojnë disa, ka filluar të marrin shembull disa veprat mia, Po. të më gjasojnë dhe mirë ka bën. Prandaj ky është kryeministri më i papam dhe më idiot karizmatik që ka Shqipëria. Edhe i papam, edhe idiot, edhe karizmatik. Karizmatik dhe kështu duhet. Që të ecin para ky popull me imagjinata të dobishme dhe pozitive për aspektin Tani kush e shpirtëror. ka imagjinatën më të shfrenuar, ti apo kryeministri? Ma të veçantë kam unë, po kurse ai e ka në tipin e vet ai. Po. Ti ke më të veçantë e kanë tipin e vet. Tipin e vet, po. Ai a mundohet që ta përshtatësi domun që ti afrohet asaj tëndes? Mundohet, po nuk deri diku. Nuk ka. Shqipëria do aftësi të ishte veta. më mirë që të kishte një kryeministër si ti apo me Edi Ramën që është sot? Nuk merrem me politikë fare, unë po thjesht merrem me shpëtim edhe me zbatim Cili ka qenë drejtësisë. misioni yt i Me zbatim drejtësisë merrem. Drejtësisë, bravo. Edhe pra një nga arsyet që Balluku përballet sot me drejtësinë, domethënë për shkak të korrupsionit dhe padrejtësive që E kam bërë taku për i ditë, këtë, e kam taku i ditë Është këtë fal- Belinda Ballukën e kam taku. Kur tani këto kohë të fundit? Po i dhash një buzëqeshje me valë elektromagnetike dhe ndikoj shumë thellë në organet e brendshme. Tuajt apo Edhe të mjetë, po ajo e pat më të papërmbajtshme. s'ku e peti këtë? Po e dallova me impulset e mia trurit që diku deri poshtë organi seksual poshtë. Si reflektoi ajo në e pan tjerët apo Unë ishte thash. diçka që e kuptoi ti?
kishin ndikim edhe të organet seksuale. Kur ka ndikim të organet seksuale, dhe më thonë që është arrit qëllimi plotësisht gati, si me thonë. Ka ngel vetëm bashkimi. Duket sikur hapi koha Po, sot. ka ngel vetëm bashkimi. Sigur ka hap koha sot, po prapë. Po, në fakt kam dëshirë t'i bashkoj me to, po nështë asë s'mjepet mundësia që t'i bashkoj Vetë dëshirën e ke? me Belinda Ballukun, t'i Dëshirën bashkoj e ke? disa vepra, disa Vepra, veprime, vepra, po. që janë edhe dobishme për veten tonë, po edhe për popullin. Cili ka qenë misioni yt i fundit, që ka rezultuar i suksesshëm? Kam shpëtu një femër. I kishte ngel makina në parkim dhe ja aktivizova ja ndeza elektromotorin, ja ndeza dhe vazhdoi deri atje poshtë. Vazhdoi deri atje poshtë. Edhe a di çfarë më tha? Më tha të falenderoj shumë. Kaqë? Të falenderoj shumë që më ke bani një derë të madh. I thash zonjush e kam për detyrë. I buzëqesha dhe ajo u ndje shumë me frymëmarrje të lehta, të lehtësueshme dhe shumë ndikim i qetë në. Ai shumë kishte ndiku ky bllokim i makinës ka, jo, sa që s'po merr dot të Po, fut. në fakt edhe më provokojnë që të kenë disa aktivitete me superherojnë e njerëzimit që të më shijojnë në jetën reale dhe kanë shumë kurioze, janë shumë kurioze. Ti ke kontakt me dikë tjetër vëlla që të jep këto ide apo i ke gjithë ku aty? Po, jam marrë vesh me veten time, jam bash marrë vesh me veten time. Kam lidh konfirmues edhe jam it's alright forever, yes sir. I kam thënë vetes yes sir, it's alright. Don. S'ke fare kështu influencë nga tjerë që të kesh ndikime. Jo, nuk kam nevojë si mendim tjetër. Unë thash herë, ai kam bazat e mia supreme, dhe janë rregull ato po. Çdo gjë është e jotja. I kam bazat e mia supreme ku i aktivizoj dhe jam i bazuar, domethënë, i qëndrueshëm, Po i qëndroj. shkarku për shembull to bazat që ke di shkarkon diku? Po, në prostituta dhe në tranca, transvestita. Edhe në trance? Ata janë me raste të veçanta. Me raste të veçanta. Ama betjetër. Ama durën që Po jo, duhet. që tarimet e gjëra tjera, Ama që durën që duhet ikin punë tëve.